Buxheti i shtetit ka paguar afro 3.8 milion euro për vendime gjyqësore për gjatë vitit 2024. Referuar raportit të monitorimit për Ministrinë e Financave, gjatë vitit që lan pas rezulton se në programin menaxhimit të ardhurave tatimore janë 95 vendime gjyqësore të ekzekutuara me kosto faktike 370.4 milion lek apo 3.8 milion euro, ose në masën 80% e atyre që ishin planifikuar. Kryesisht bëhet fjalë më së shumti për gjyqe të hapura dhe të fituara nga biznesi në lidhje me problematika të ndryshme, si dhe nga punonjësit që kanë humbur vende pune të konsideruara në mënyrë të padrejtë. Sa i takon këtij programi, janë asistuar në 2024 132.105 tatim pagues, ose 77.5% e sasisë plan, me një kosto faktike rreth 23 milion euro, si dhe janë kryer 4.906 inspektime apo hetime tatimore, me një kosto faktike prej 1 milion euro. Objektivi i programit menaxhimit të ardhurave tatimore është progresi organizativ i administratës tatimore dhe zhvillimi i kapaciteteve njerëzore, aplikimi i metodave dhe sistemeve të reja, modernizimi, ofrimi i shërbimeve cilësore dhe reduktimi i barrës administrative në pagesën e detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, si rrjedhojë e rritjes së ndërgjegjësimit publik, duke ndihmuar në zhvillimin e kulturës për përmbushje vullnetare më të lartë, implementimi efikas i legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore, hetimi i rasteve të mashtrimit tatimor, zbatimi i strategjisë së përmbushjes së menaxhimit të riskut, përmirësimi i mëtejshëm i kontrollit tatimor dhe gjurmimi i mashtrimeve tatimore, mbledhja efikase dhe efektive e borxhit. Për vitin 2024, realizimi ishte në vlerën 27 milion euro ose 91% e planit të rishikuar dhe 90% të planit fillestar.